Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës Gaforës. Do bëjmë leximin e radhës të dashur apo të javës. Këtu mund të jetë një dashuri që ke ndjenja të thella për dikë ose për diçka, nuk do të patjetër dashuri. Ke analizuar. Mbretëresha e Kupës tregon një shpirt të butë që do të dashuroj thellë, por edhe që ka mësuar të mos tregoj gjithçka menjëherë. Ke pasur ndjenja të pastra por të ruajtur si thesar të fshehta. Mbretëresha e Shpatës thotë se tashmë ke marrë ta them mësimin nga përvoja, nuk je më ai që bie me njëherë në fjalë të bukura apo ato çfarë shikon i merr të mirëqenë. Tani ke një zë të kthjellë dhe në mendje që kërkon sinqeritet, nuk të mjafton më emocionet, do edhe respekt të vërtet dhe drejtësi. Dhe kjo është përvoja që na bën më të matur, më të mençur, absolutisht. Kur vjen kalorësi i Kupës, dikush që vjen është duke të ardhur me një ndjenjë, apo ju ka ardhur të dashur me një ndjenjë, ose ndoshta je ti ajo që do të japësh dikujt. Ka lëvizje në dashuri, ka lëvizje në diçka, që nuk do të thotë patjetër dashuri, do të thotë dhe diçka, është duke lëvizur diçka. Dhe kjo që po të vjen të bën në fakt të pyetësh, është më plotson, është kjo rruga e drejtë, a është për të ardhmen time, apo është vetëm për tani, çfarë është afatgjate, sepse në fund fare ti kërkon 10 të Kupës. Absolutisht, kjo është ajo që e duke kërkuar. E do tamam për ta plotësuar shpirtin, një lidhje që të ndrueshme, një familje të shëndetshme, emocionale, pa drama, pa ankth, pa lojra. Apo nëse është në punë, e do ose më të mirën ose fare. Dhe kjo është e bukura. Unë e di çfarë dua, thot leximi jot. Dhe kjo tregon për ju të dashur Gafor. Unë e di çfarë dua dhe nuk do kënaqem më me pak se kaq pra. Ti nuk je më në fazën ku emocionet e vogla ta them, apo cekta të bëjnë për vete. Tani je duke kërkuar harmoni të plot. Dhe kjo është ajo që them, të ngrini nivelin e pretendimeve tuaja. O më të mirën o s'ka. Do thot ndjenjë harmoni të plotë me sinqeritet, dhe nëse nuk është ky personi apo situata që shoni, ti e di që do vazhdosh më tej. Next. Kështu dua të jetë, nga që mos të mirë me të kaluar, pra në dashuri mund të afrohet dikush ose të rikthehet nga e kaluar, por ti duhet të shikosh me syrin e mendjes, jo syrin e zemrës. A përputhet ajo me çfarë po më thote, çfarë po kërkone, çfarë po më jep, a është kjo e vërtetë? Të jeni të qartë, mos e injoro zërin tënd të mbrëmshëm të dashur Gafore, vetëm se zemra do të jap dhe një shans. Do të thotë, nëse zemra të thotë e dua, po rikthehet apo është shumë i mirë, mos e dëgjoj vetëm atë, intuitën dhe syrin e logjikës, siç thash. Pra nëse është në familje, është momenti të flasësh hapur, të kërkosh atë që meriton, nëse është në familje, në dashuri, në punë, çfarëdo që të jetë. Kjo është koha për të kërkuar apo për të ngritur nivelin e pritshmërive dhe asaj që dëshiron. Zemra flet, zemra kërkon, për mendja mbani mend, e di më mirë, mos u kthe pas në diçka që nuk të jep të ardhmen që e kërkon. Qoftë dashuri, të dashur Gaforë, qoftë në familje, qoftë për veten e juaj, mos u kënaqeni me pak, ta them, mos e bëni këtë edhe një herë. Një fotografi më të madhe për të ardhmen tënde. E meritoni.